Kur vdes dikush, tendenca është që ti kujtosh atij gjërat më të mira dhe ka një sens për këtë. Me kohën harrohen dhe të këqijat, thot populli. Dhe megjithatë është pak e vështirë të flasësh keq për Servet Plumbin. Ose më saktë, që të flasësh keq për Servet Plumbin, duhet të jesh Sali Berisha. Por edhe Berisha në thojza është justifikuar që sulmonte Plumbin dhe mungoi edhe kësaj radhe ngushëllimin e tij, një ngushëllim i sinqert. Servet Plumbi ishte nga ata që i qëndroi përballë së keqes që Sali Berisha përfaqëson gjithë këto dekada. I qëndroi përballë dhe e mundi në referendumin e nëntorit 94. I qëndroi përballë në protestat kundër burgosis Patosnanos. I qëndroi përballë kur Sali Berisha me delfinët e tij synoi në 96 të merrte në kontroll edhe Partinë Socialiste. I qëndroi përballë në manovrat përçarëse të viteve 2000 kur Sali Berisha komandonte prokurorin, presidencën dhe një pjesë të qeverisë PS-s ende pa ardhur në pushtet. I qëndronte përballë me thënien e tij të bardha, me zërin e tij të qetë, me të shkuarën e tij të pandotur nga krimet, korrupsioni dhe akuzat për lidhje me komunizmin. Edhe për këtë të fundit, sepse Servet Plumbi ishte i persekutuar me një vëlla të pushkatuar nga regjim cilit ai shërbeu shumë më pak se Sali Berisha, i cili megjithse duket se kishte arsye ta urrente dhe pas vdekjes, ai sa bojkotoi sot kuvendin vetëm që të mos mbante një minutë zi për të. Tani, përse do flasim ndër tjera sot për Servet Plumbin, mendoj një arsye tjetër e fortë është mënyra se si ai sillen politik. E mbaj mend se kur donte që të fliste me mua më bënte zile. Ishte një kryetar i kuvendit dhe mua kjo më bënte të vija buzën gaz, por më thoshte se kuota e kuvendit për celularit ishte vetëm 50.000 lekë dhe ai nuk do donte ta abuzonte me pozicionin e tij. Herët e fundit që flisja me të, ti merr një intervistë që nuk guxohej t'ia quajë të sprasme, më përgjigje gjithmonë se ishte i lodhur për ta harxuar sërish kohë për atë që quante një kapitull të tij të mbyllur përfundimisht. Pra, Servet Plumbi, ashtu si Gramoz Ruçi, qoftë deri diku dhe Patosnano, ishin pjesë e politikës elitare shqiptare që i vuri vetes një kufi, një kufizim, një limit. Servet Plumbi dinte të bënte një hap pas, u kujdes për Partinë Socialiste në kohë tranzicionesh, ku fuste dhe veten. Por pa u ndjerë në çerek shekulli, ai u bën një nga mbarësit e vlerës më të përhershme të politikës shqiptare, atë të ndërimit të elitave dhe të respektimit të rotacionit të brezave dhe të epokave. Dhe arsyeja e dytë, përse sot do flasim për Plumbin dhe atë që ai përfaqëson, është e kundërta e tij, Sali Berisha. Ka një shprehje që thotë se njeriu duhet të mendojë ditën e tij të fundit, ditën e parë kur ai hipën në majën e pushtetit. Ka disa mënyra se si zbritet prej tij. Njëra është ajo e Servet Plumbit. Ka të tjera më traumatike, si për shembull rrëzimi i Sali Berishës në 97-ën. Atëherë ai mori në qafë gjithë Shqipërinë. Sot Sali Berisha është i lodhur, i mërzitshëm dhe i parrezikshëm për Shqipërinë, e cila është indiferente ndaj tij. Sot Sali Berisha ka forcë vetëm për të shkatëruar Partinë Demokratike. Shumë kush i japin të drejtë, fundja është partia e tij, bën çfarë të dojë me të. Por sigurisht problemi është më i madh se kaq, pasi për momentin ka shkatëruar mundësinë e pasjes së një alternative politike në vend ndaj qeverisë. Por edhe këtë e rregullon sistemi, pasi askush nuk mund të marrë përgjithmonë monopole politike. Pra në fund fare Sali Berisha e ka problemin vetëm me veten e tij. Në 97-ën iku si viktim, çka i dha të drejtën morale të kërkonte hakmarrjen dhe rikthimin. Në 2013 menduam se iku si burr shteti dhe me dinjitet, por edhe atëherë na gënjeu, u rikthye si persona non grata, si i korruptuar, ndërsa tani po ikën si një person që e frikson edhe merre mesela. Gjithçka kishim menduar, por jo fundin komik të Sali Berishës, një kontrast që thellohet edhe më shumë, me hijen e madhe që la pas pikërisht Servet Plumbi. Për këto do flasim sot, ndër të tjera në program. Sigla.